Odirit. Dhe ka një rast të tillë ku është sankcionuar fituesi i zgjedhjeve, që është 2001, që po ta kujtoni, dhe në atë kohë Fatosnanos ja njohën fituesit e zgjedhjeve, por nuk i njohën thellësinë e rezultatit dhe detyruan në ndryshime institucionale, në zgjedhje konsensuale të presidentit, masa tjera. Pra pati sjellje politike sankcionuese po doni, sepse thua që të njohë fituesin mandatet e qeverisë, por nuk njohë zgjedhjen e presidentit, në 2001 është kjo historia. Jo, në 2003 e detyruan që të zgjidhte Alfred Moisiu, ta zgjidhte ka drejtë. Në 2001-shin... 2002, unë kujtoj kanë qenë zgjedhje politike 2001. Po, 2002-2007 ka qenë 2001, pastaj ishte presidenti. Dhe në atë kohë ju tha që njohim rezultatin e zgjedhjeve, por jo thellësinë e rezultatit. Pra presidenti nuk mund të jetë në produkt i PS-s, por do të jetë kompromis dhe pastaj u zgjodh Fred Moisiu. Pra ka modele të tilla ku mund të mbahet qëndrim dhe politik mbi zgjedhjet. Çështjen që mund ta rëndoj shumë, mendoj unë, dhe kjo është pastaj një rrezik tjetër që qasit jo vetëm qeverisë, por vendit, është se thash, jemi në proces integrimit, i cili duhet kapur në mënyrë absolute strategjike shpejtësia e fateve. Dhe në rast se një raport ose Odirit në këto, se drejt tani po them janë hamendësime, në këto tone, patjetër reflektohet edhe në efekte mbi qoftë në procesin e integrimit, por qoftë edhe në sjelljen politike të qeverisë. Po flas BE-n. Aq më tepër pastaj SBA-ja që përcakton si garant të mossënimit të raporteve transatlantike, mossënimin e situatave elektorale zgjedhjeve. Pra, rreziku është aty në rast se çfarë pretendon opozita, sikur dhe gjysma atyre të reflektohen në raportet ndërkombëtare, qeveria Rama 4 do ketë problematik shumë të madhe raportin me ndërkombëtarët. Për opozitën në Shqipëri e ka zgjedhë Sapin, ka 86 mandate në sallë, mund të ndroj kushtetut, mund të shpallet mbret, mund të bëj çdo ligj doj, nuk ka rëndësi për opozitën. Por problematikun unë mendoj të ketë me aktorët ndërkombëtar, partnerët në të rast. Avokat, si e ke lexuar këtë reagimin e ambasadës amerikane pas zgjedhjeve? Tani, çfarë do lloj analize që të bësh në raport me ato që çfarë thonë amerikanët apo edhe europianët, se nga njëra anë, po ta vënë re, gjithë europianët një zëri e uruan kush më shumë me ledhatime e kush duke i rrahur gjoksin. Ishin në Tiranë, Po dhe për te Tiranës, më parë në Tiranë bën. Ishin këtu. Po dhe parë në Tiranë më e bën atë, çfarë lidhje ka? Të gjithë pothuajse parë në Tiranë e bën. Vlla Edi, motor Meloni, më the thashë, po një, domethënë, mos merrem me këtë. Tani, unë besoj tek një gjë red. Europa më së pari, por edhe Amerika më së dyti, kanë filluar të mos eksportojnë më demokraci në vende hibride si kundër Shqipëria, po edhe përtej kësaj. Pse? Sepse Europa këtë gjë ka vite që nuk e bën edhe për shkak të problematikave që ka pas brenda vetes vet. Nuk ka më lider në Europë i cili të ketë një lloj stature të tillë siç ishi për shembull një herë Miko Helmut Kohl apo Godino Jacques Chirac apo njerëz të cilët nuk kishte pesh edhe diplomacia dhe mënyra e të folurit. Një. Kurse kur shkon te Amerika ka ndryshuar diçka rrënjësore me dy slogane që ata u shkuan dhe erdhën në pushtet, Make America Great Again dhe America First. Dhe sidomos kjo me America First i ka mbyllur në një farë mënyre për vende si Shqipëria, ka mbyllur disa caqe, që ata po merren thelbësisht me interesin amerikan dhe në momenti kur ti nuk ke një lloj interesi në raport me një vend të caktuar si kundër Shqipëria, në interes strategjik po flas, atëherë do dalësh tek këto slogane ose të cilat janë është një gjuhë e drujt, e cila nuk të jep në interpretim kush e di se çfarë. Edhe dikush tjetër interpreton nga e majta, interpreton si diçka të vetën, që e ka pranuar zgjedhjet, edhe këta që janë të djathtë e pranojnë sikur këta nuk ja njohin zgjedhjet. Cili është problemi? Jo, nuk thash që nuk e njohin. Jo, nuk e thash për ty. Unë thash që ata njohin zgjedhjet. Dakor. Problematikën që paraqish ti. Unë thash të djatët Berisha ka fjalë. Berisha në rasti konkret, domethënë, ose ata analistë pranë Berishës e interpretuan këtë si një reagim që Amerika nuk nje Ramën. Unë nuk e shoh kështu. Unë nuk e shikoj kështu. Ajo për cilën do doja të thosh është, shiko, ku është problemi i kësaj historie? Problemi i kësaj historie qëndron në faktin që për mendimin tim, zgjedhjet kanë marrë fund. Dhe për mendimin tim sado naive apo miope që të duket, Edi Rama do jetë kryeminist deri në 2029. Sipas mendimit tim. Unë Nostradamus nuk jam, po ti thua nuk do prodhoj presion ndërkombëtar për shkak të asaj argumente që the. Se nuk qëndron një lloj analogjie e Shqipërisë të viteve 2000-2005 me Shqipërinë e viteve 2025.
sepse kodi zgjedhor dhe kushtetuta ka ndryshuar. Pra nuk të jep ty mundësi as opozitës, as majorancës, domethënë që të kenë të jenë në kushtet që të futen për të bërë, le të themi, kompromise të mëdha politike. Se aso kohë, vërtet ka qenë dushku, mega dushku i madh i 2001-shit dhe prodhoi ato që prodhoi. Por ama kushtetuta ishte atill, domethënë që majoranca dhe opozitën e detyronte në një mënyrë apo në një tjetër tek presidenti. Te presidenti për shembull, apo edhe te kodi zgjedhor që të kishin me patjetër të uleshin brenda dhe. Por sot procesi i integrimit po. Dakor, po procesi i integrimit dhe vetë konsensual. Dakor, po dhe vetë Berisha ka thënë, po që puna për çështjen e integrimit ne do votojmë. Kështu që këtu u mbyll kjo histori. Unë po merrem me pjesën domethënë që na atakon neve si shqiptar, nuk po merrem me pjesën domethënë se si po bëjnë këta diplomaci. Diplomacinë le ta lëm atyre. Unë po them këtu. Unë gjykoj domethënë që ne nuk duhet të ushqejmë njerëzit me lugën bosh. Edi Rama, për mendimin tim, na pëlqen apo jo, ka për të qenë kryeminist aty deri në 2029. Dhe ndoshta nëse nuk do ketë reflektim pra për mendimin tim nga opozita, ndoshta edhe në 2033, nëse do ketë dëshirë të rije në këto kushte që është, edhe në 2033, sepse unë parashikoj një Sali Berish 85 vjeç që do jetë kryetari i opozitës për shkuar. Ambasadës si lexon avokat. Kjo është atëherë të ta shpjegoj pak. Rama ndoshta nuk i ka dashur 83 deputet. Mund të kishte dashur 78, ishte më komod. Sepse tani ka rënë një alibi e madhe Red. Alibia që ai ka të gjitha votat në parlament për të bërë ndryshime jo kushtetuese, por ligjore të rëndësishme, se kushtetuese duhet 94 më lart, të rëndësishme, të cilat deri dje nuk mundet t'i thosh amerikanëve apo europianëve, unë nuk kam vota merruni me Berishën, që të vjedh ai të votojë me ne. Pra, nëse nesër amerikanët i thonë, po e marr një shembull atipik. Ti duhet të zgjasësh mandatin antarëve të SPAK-ut, prokurorëve të SPAK-ut, Rama nesër nuk u thot dot këtyre unë nuk kam vota. Se sa bëhet zgjatja e me Raku është mos bëhet kundërta në Rama. Jo, unë nuk besoj se amerikanët do i kërkojnë domosdoshmë që ta shkatrojnë SPAK-un. S'kam nevojë për ju se kanë votat në parlament. Dakor, po unë po them këtu është në qoftë se do e marrim se ka 2029. Gardianin botëror, amerikanin, referuar kësaj deklarate, si ai gardiani i cili pavarësisht se ti ke 83-84 vota, ti do bësh çfarë të them unë, po e bëj banale historina, më kupto drejt domethënë se çfarë po them. Në qoftë se deri para pak Rama thoshte unë e krijoj atë komisionin Xhafa, po duhet vinë se si kam 84 vota. Prandaj po them që ka një rrezik në të kundërt kësaj që po thuat ti. Pra, në rast se përpara ka patur alibin se s'kam vota, shkoni flisni me këta të tjerët. Tani ndryshon vetë. Sot mund të jetë rreziku tjetër. Që thotë unë kam votat, s'ka çam duhet çam thoni ju. Po mirë, pra, po këtu pastaj është të futesh në një futesh realisht. Mund ta bëj këtë. Si se bë këtë? Ja, po ky është problemi. Një sekond, po ta them unë faktin se vetë për ballë ndërkombëtar. Pikërisht. Unë të po flas pra. Po prandaj reagojnë ftohtë ata, edhe me kujdes, po japin shenja. Po sigurisht, po kryesori ka përgjithësi SPAK-u more. Dakor. Në qoftë se ti sigurisht më ka përgjithësi SPAK operacioni i parë, ti do tentoj ta çmontoj. Po pse duheshin 86 vota? Kreshnik. Ai kryeministri ishte me 73. Pse duheshin përdorur grupe, banda, para për të mbritur këtë rezultat? Pse? Pse mendon që janë jo amerikanët, sa kuptojnë që ky kryeminist do ishte edhe me 73 dhe me 74? Pse duhesh 86 mandate në sallë sot? Që ti thuash nesër SPAK-ut, janë kontrollin tim. 2-3 ndryshime në kod, një zëvendësim tjetër, edhe kundër vullnetit amerikanëve. Prandaj amerikanët po i rin ftohtë vetëm prit një të shohim. Dakor, pra, po ti mendon si deputet dhe ke janë 20 e kusur vite aty. Mendon domethënë që Rama mund të burrërohet ai shumë sa të dalin në departamentin amerikan kundër? Halli ndonjëherë do të burrëron. Po ç'është ai haj është alivet ka dio, bu ç'a halli vraje. Ai sot SPAK-un e ka në pikën. Prova që halli ka burruar. Ose shikoj unë. Ai sot SPAK-un e ka në pikën, domethënë që i ka lëshuar që të gjithë. I ka thënë familjen time mos e prek çdo kënd tjetër ti prek. Po nëse ndodh pas edhe prekje. Po ti tani do që të shikoj ëndra? Po nuk e di unë, jo. Po mirë, bre. Po atëherë pse është Meraku? Atëherë pse u tentua zbutja e SPAK-ut, çmontimi i SPAK-ut, vënia në kontroll SPAK-ut? Sepse i duhej për efekt elektoral. Komisioni Xhafa, jo. I duhej për efekt është interesi drejt për drejt. Jo, është interes totalisht elektoral. Ai doli 3 ditë pas arrestimit të Orën Veliajt. Historinë e Xhafës e ka filluar komisioni Xhafa ka një vit e ca para. Po lema ai ishte duke u tallë me Berishën me Jo, ajo ka qenë përpjekje për t'ia ulur fuqinë SPAK e hetimeve. Dhe prandaj vajti e vunë në prangë nga Orën Veliajn, sepse deshin t'ia ulin. Po se s'ia ulën dot pra. Shiko, unë nuk ja ulën dot. Po Kreshnik, unë tentativën e komisionit Xhafa nuk i ul fuqia SPAK. Unë besoj në një gjë. Ky sot i ka vota t'ia ul. Dakor.
Unë besoj një gjë, pavarësisht asaj që thua se opozita asnjëra nga palët nuk ja dhanë ato mend. Ne bojkotuam komisionin Xhafa. Dakor. U denoncua, u paralajmërua, pavarësisht konflikteve që kishin e brenda. Pra fuqia e SPAK-ut nuk ra për shkak komisionit Xhafa. Sot Edi Rama me 86 vota në sallë ka mundësinë t'ia ul mbas ligjit fuqinë e SPAK-ut. Me 86 vota ja ul apo? Ja ul. Edhe prandaj ftohet ata akoma, thon prit se ndryshimet në kod se. Bën ndryshime në kod, nuk ka kod çfarë bën. Unë besoj një gjë unë besoj një gjë që Edi Rama sot, ai personalisht si kryeminist, po dhe si qytetar, nuk ka as edhe një lloj frike nga SPAK-u. Unë them ka shumë. Unë them jo. Unë them domethënë që me aq sa e njoh unë SPAK-un, me aq sa e njoh unë, shumë modestisht, aty nuk ka as edhe një, duke filluar nga Altin Dumani, që të ketë kallçe, në thonjë apo them, që të shkojë të merret me Edi Ramën. Këtë e them me bindje të plot sipas mendimit tim, thash edhe një herë. Kështu që ai nuk e ka atë merak. Fare. Po dëgjoj, nuk është punë Altin Dumanit se është burr me këllçe o pa këllçe. SPAK-u është një armë. Vlerësohet tillë. Që është në dorën e amerikanëve sot. Pra, që është në dorën e ndërkombëtarëve amerikanë. Atëherë si mund ta ndryshojë ky po që ky? Një sekond pra, por SPAK-ut, duke ndryshuar ky ligjin apo kodin penal, ja heq atë fitimin. Po si do ta bëjnë nëse është në dorën e amerikanëve, çfarë po them? Po se ka 86 vota, prandaj është ngrica amerikane. Por edhe 108 të kishte, po në than ata. Tu mbaron historia. Se mbaroi historia. Po në rregull. Atëherë do t'i marrin amerikanët. Po ti ka patur president e Republikës, tu thonë jemi vend sovran si pyesin amerikanët. Dakor. Edhe si pyetja ai. Tjetër gjë si shkon historia mbrapa. Mi ne pra të po flasim. Po tundimet i kanë patur. Real politikë apo po tundimet i kanë patur gjithë. Por tundimet i ka pas dhe Enver Hoxha por edhe po vi mbylli kufin se realizoi. Po mbylli kufin. Po kjo është pra meraku që ka, por mua unë lexoj merakun amerikanëve në raport me këtë shumicë të Ramës e kanë këtu, të në aventurë, dhe ata kanë bazë për të patur këtë merak që mundet të tentohet të çmontohet SPAK-u. Do të bëhet se ti je jurist pastaj edhe më mirë se unë mund ta shpjegosh. Shpërdorim detyre, siç thon, që mendohet që duan të bëjnë. Ta kalojnë në siç ka qenë. Siç ka qenë, dolën gjithë zyrtarët dhe si prek do SPAK-u, gjithë zyrtarët, ministra, deputetë, kryetar bashkisë çka ka. Me një gjë të vogël mund ta bëj me 84. Me 84 mandate. Kodit është ai. Shpërderimi i detyrës deri në vitin 2011, më duket, mos ngacmoj me. S'ka qenë vepër penale, ka qenë kundravajtje penale. Kundravajtje që dënoheshte me gjop. Urdhëroi. Pastaj u kthye u bë vepër penale dhe dënohet nga 3 deri në 7. Pa çka se që ta themi edhe këtë. Asnjëherë se dhe SPAK-u kur shkon për shpërdorim detyre, çuditërisht nuk kërkon as 3. Se standardi i ligjit është 3 deri në 7. Këta shkuan ata të bashkisë, domethënë drejtorët e bashkisë, po çudia e madhe ishte, turpi i madh ishte që vetë SPAK-u, jo gjykata, se gjykata tun ka. SPAK-u kërkonte një vit shpërdorim detyre. Po shpërdorim detyre pra janë gjithë ish ministra, zënës ministra. Jam dakord, po them edhe si klauzol nuk është ndjekur. Ky në rast se heq të klauzol armën e lë pa thel, pa atë mekanizmin shputës. Ju ma e s'bën për fare, shpërdorimi i detyrës kthehet në një kështu, një gjop policie. Po gjop policie më. Kthehet armë lodër pastaj. Po, kaq ishte. Armë Denis, si e lexon këtë, Denis? Deri tani. Mesazhi i parë, unë jam dakord me Kreshnikun që ishte një njohje e zgjedhjeve, edhe pse aty te fjala partneriteti ngushtë për mendimin tim futet dhe qeveria dhe kryeministri. Pastaj dy mesazhet e tjera, pra mesazhi i parë në një farë mënyrë unë e shoh si një konfirmim të realitetit politik që ne kemi këtu, që Rama është në pushtet, Berisha është në opozit. Pra, rezultati zgjedhjeve që prodhoi vota 11 maj. Dy mesazhet e tjera, pastaj këtu duhet parë se cili është qëllimi, se çka ka ndodhur. Pra, janë fjalë të dy zyrtarëve të lartë amerikan në 2 takime të ndryshme dhe ambasada ka shkëputur 2 fraza. Po që kontekstualizohen. Ato 2 mesazhe janë për gjithë globin në një farë mënyrë. Po fakti që ambasada zgjedh vetëm këto i drejtohet rastit shqiptar. Dhe këtu duhet parë tani se çfarë po ndodh, kemi edhe ne si gazetarë kemi pak të vështirë ta analizojmë se edhe po të duam për shembull të drejtohem unë ambasadës të bëj një intervistë, nuk besoj se do ishte e mundur tani, se në mungesë të ambasadorit, se duhet të kuptojmë më qartë. Këto janë mesazhe, unë padyshim që i konsideroj mesazhet të qeverisë amerikane, se ambasada, pavarësisht se nuk ka ambasador, nuk mund të bëj të tilla, por duhet të kuptojmë për çfarë është konkretisht. Pra, në këtë situatë, nga ana tjetër edhe mazhoranca nuk shprehet. Pra, këtë po të them që është një situatë vere, e cila do sqarohet
kam përshtypjen nga vjeshta më mirë se sa çfarë po ndodh. Në lidhje me këtë, Denisa, mund të ketë se zoti Çollaku hapi një parantezë për sa i përket mundësisë e lidhi me 2001-shin, mundësisë për të bërë presion kësaj mazhorance. 2001-shin aty ka drejt Leonardi ku thotë kishim të tjera sepse 2001-shin ne kishim një garanci kushtetuese që ishte presidenti mund të rrezonte çdo lloj mazhorancë. Pavarësisht se ne edhe aty atë garanci kushtetuese ishim e përsëritë më vonë, disa vite më vonë, me rastin e presidentit të Partisë Demokratike, që edhe atë garanci ishin të aftë, por klasa politike ishte e aftë ta manipulonte. Pra u gjetën disa vota për të zgjedhur një president në rastin e presidentit Bamir Topi. Pra ajo garanci që i bënte palët bashk për çështje madhore, siç ishte zgjedhja e presidentit, nuk u përdor nga klasa politike, po u gjetën makinacionet që si gjithmonë i bëjmë. Sot nuk është kjo garanci. Pra nuk ka vlerë sot, për shembull presidenti ti e zgjedh me 71 vota. E përmenda si model të ushtrohet presion. Po situata është ndryshe. Presidenti. Këtu mund përdor një model të po. Ka. Ja ti them, unë mbaroj dhe ta ku ka mundësi që të ushtrohet presion. Unë them që edhe njerë, duke u nisur nga ajo realisht unë kam pa qartë kuptoj se çfarë po ndodh, sepse edhe nga ana e qeverisë nuk kemi lëvizje, si thua, për të lexojmë diçka. Pra do kemi një kabinet të ri komplet, do kemi pra dy janë momentet që ne presim për mendimin tim në këto. Ose do kemi goditje të spakut, që pastaj do reflektohen në qeveri, ose pastaj nuk e di çfarë, ose do ecim me këto lloj stagnacioni. Pra, unë nuk shoh diçka që të godas. Prandaj them që prodhojnë ndryshim. Po nuk s'ke ku e lexon. Pra, këto mesazhe të ambasadës sigurisht janë për Shqipërinë. Fakti që janë shkëputur këto vetëm për Shqipërinë, do të thotë që janë për kontekstin politik. Po që ta kërkosh të pyesësh, se aty flitet edhe për transparencë, të pyesësh për shembull, cili është problemi? Çka ka ndodhur me zgjedhjet, në qoftë se kanë probleme apo jo? Sepse në mesazhin e parë u urua populli shqiptar. Unë jam i bindur që ajo është gjë e dur, pavarësisht se unë kam qenë kundër mesazheve që kanë ardhur në të kaluarën, që mburej kryeministri, mburej lideri i opozitës. Në fakt, zgjedhjet janë për qytetarin. Është qytetari që është vetëm një ditë ka padron qytetari, apo jo zoti Çollaku, që janë zgjedhjet. Përgjegjëse janë institucionet. Sigurisht, përgjegjëse, po aty është mburur dhe zoti Basha para 4 vitesh. Ka qenë situatë tjetër ajo. Këtë po them pra gjuha amerikane her pas here lëviz. Tani është më e ftohtë, është shumë më e ftohtë. Këtë lloj ftohtësie unë nuk di ta përkthej sepse po dua të pyes dikush, s'ma jep dot dikush përgjigjen. Vetëm dua të deshifroj. Pastaj kur futemi tek lëmi i deshifrimit kodeve, aty pastaj fantazia zgjerohet. Nëse më lejoni, mua kam një lloj kështu mendimi pak më ndryshe në raport me dy miqit e kolegët këtu në studio. Sepse dhe më paru përmend, pra dy teza. Pra kjo njerë që ka apo s'ka mënyrë, modalitet për të ndikuar, për të patur presion politik një qeveri për shkak të konstatimit të zgjedhjeve. Ju përmenda 2001-shin, po jo si copy-paste, sepse se ka më vlerë sot. Por a ka mekanizma Brukseli për t'i ushtruar presion politik qeverisë Tiranës? Patjetër ka pafund. Biles ka më shumë sot se çka pas atë kohë. Jo, po flasim më shumë për presionin amerikan, se Brukseli në një farë mënyrë për presionin amerikan është në të njëjtën linjë me Ramën, nuk shoh ndonjë diferencë aty. Të gjithë, madje lajmi që në këtë muaj do të hapen gjithë kapitujt. Edhe këtu e keni gabim. Shkon në favor të qeverisë. Edhe këtu e keni gabim këtë gjë. Jo, ky është fakt, nuk mund ta themi është gabim. Po ja ma lejo mua ta them se ma lejoni që kam ndonjë lloj eksperiencë diplomatike. Fakti që vjen Macron në Tiranë, Mers në Tiranë dhe thotë fitove zgjedhjet urime, nuk do të thotë jo, te kapitujt them. Fakti që hapen gjithë kapitujt. Një sekond, pra fakti që hapen kapitujt nuk do thotë asgjë. Suksesi është kur mbyllen kapitujt, jo kur hapen kapitujt. Po edhe fakti se Macroni uron zgjedhjet në një aktivitet që bësh 40 orë mbasi mbyllen ato, nuk do të thotë se ka dritje shile. Çdo vendim i Brukselit dhe i qeverive do të përcaktohet nga raporti përfundimtar i OSBE-UDIR-it. Ky është zyrtari. Marrëdhëniet përcaktohen mbas raporti, sepse në rast se raporti del i rëzon zgjedhjet, i godet zgjedhjet, mos mendoni që Macron do thotë i kam thënë një herë Edramës, si ka goditur as 96, po jep më shumë pesh raportit. Goditi 96 e dhanë amerikanë, në 40 zona do përsëritet. Dhe mbas daljes së raportit. Dakor, po unë s'kam shpresë të raportit së OSBE-UDIR-it. Po ata shpjegojnë thjesht një raport rutinë. Ma e mend se ka përqenë shumë i rënd të radhë.
dhe ambasadori i Bashkimit Evropian po në Tiranë para një jave deklaroi se po pret Brukseli raportin e SBE Udir. Por përveç këtyreve është fakta se këtu cënuar barazia në zgjedhje, një ndër kolonat e zgjedhjeve. Dhe në rast se raporti ose SBE Udirit përmend, siç ishin konstatimet paraprake, por dhe në ato përfundimtare që normalisht janë më të rënda se parapraket, përmendi këtu është cënuar parimi i barazisë në zgjedhje, Edi Rama dhe Shqipëria, qeveria shqiptare do të ketë problematika me Brukselin, nga pikpamje politike. Dhe mekanizma presioni politik tu jemi ende në amëndësim, po e rikujtoj. Presin raportin ose SBE Udirit përfundimtarin, por mekanizma politik për ta vënën presion apo ndëshkuar apo sankcionuar në qeveri ka pafund, sepse siç Denisi tha, janë hapur kapitujt e negociatave, po negociatat duhen mbyllur. Dhe plus duhet të dini edhe diçka tjetër, që po Brukseli me propozimet e reja franceze nuk është klauzola që në rast se i mbylle 5 kapituj dhe ngecet e i 7, i 6, këto 5 kapitull e mbyllur të quhen të mirë qenë, hajde ktheu kur ti je gati provim. Në rast se në një ndër kapitull të rrezohesh me modelin e ri të futur nga Macron në Bruksel, propozimi francez i ka qenë, rrezohen të gjithë vlerë e kapitujve. Pra, në rast se nuk ka asnjë lloj imuniteti, asnjë lloj qeverie në këtë konflikt politik me Bruksel në rast se pozicionohen apo konstatohet kjo situatë. Pra, urimi ai Macroni ka përgjigjen që tha urime për zgjedhjet, por në rast se del në raport SBE Udiri që cënon një ndër parimet, bien dhe të hapur gjithë kapitujt, po dhe ka gjithashtu dhe rregull që rrezohen gjithë kapitujt në rast se njëri dështon vendi. Ata e poshtë ato. Pra, një sekond ta mbaroj këtë. Pra, BE ka mekanizëm presioni. E dyta, është edhe bashkuara që mekanizmi presioni, bllokimi i integrimit është sigurisht bllokimi i integrimit. Ky është mekanizmi, krye mekanizmi. Patjetër. Ose edhe masa të tjera, bllokim projektesh, kërkesa politike për ndryshime të natyrës ligjeve, ka shumë Brukseli se si ushtron. Për kodin zgjedhor. Ka shumë pra, ka shumë se si mund të ushtroj presion. Flasim në rastin se gjithashtu dhe SBA-ja, dhe me ato që thonë ardhi, nuk jam dakord, nuk ka interes të ulur të administratës amerikane në Ballkan dhe nuk ka luksin të jetë, dhe sikur duan ta kenë. Sepse vendi, rajoni dhe Shqipëria është, si thua, një ndër bazamentet e stabilitetit të rajonit, apo fuqisë amerikane në rajon, nuk ka luksin ta lëshojnë. Dhe provën këtu, sigurisht ka një lloj situate tranzitore, ndrimi i stafeve, diplomatët, mungojnë ambasadorët, por interesen apo jo, ta tregojnë defender ushtarakët, kur sjell ushtrin, interesi është i shtuar, nuk është i ulur. Ke dy stërvitjet e mëdha, pra përkundrazi ka një rrezik të shtuar Ballkani dhe për këtë do të ketë një vëmendje edhe më të madhe siguria amerikane, patjetër pas edhe politike. Kështu që edhe kjo nuk shpëton pa vëmendjen amerikane. Jo thash, për mendimin tim të dyja palët, qoftë Brukseli, qoftë Washingtoni, presin ose BE Udirin për të patur dhe pasaj realisht do flitet qartë. Por në rast se BE shkon përfundimtari, siç paktën që para pragu, problem ka për të patur qeveria 4 e Ramës. Kresnik, a mendon ti, po e di që se mendon këtë, po e bëj dhe gali retorike, a mendon ti që Shqipëria është më e rëndësishme në arenën botërore në Bruksel apo në Washington më shumë se sa Turqia, Serbia, Rumania, Hungaria, po mos më shkuan nga Moldavia e Bielorusia? Se rëndësishme si aktor politik, Po. Por në vetëm 2 orë nga kryeteti i Shqipërisë, është Vatra e një ndër 4 konflikteve më delikate të kontinentit. Po pse është më afër Beogradi apo Stambolli? Sepse çështja se një ndër 4 krizat më të mëdha që ka kontinenti sot, ku amerikanët përfshin drejt për drejt, që është Kosova, Serbia, Ballkani, dhe stabiliteti i Ballkanit, ka lidhje me shqiptarët. Dhe nëse ka lidhje me shqiptarët, ka absolutisht lidhje edhe me Shqipërinë. Që ja kisha diku tjetër. Kështu që interesin nuk bie. Po them, te rëndësia si vend. Rëndësi geostrategjike, shumë. Po jo se sa Turqia nuk e ka burr, sepse na bëre domethënë në 100-ën e botës. Asa Serbia. Po ta krahasoj. Po pra, dhe unë këtë po doja të thoja. Në Serbi u bën zgjedhjet vitin e shkuar. Apo jo? Turqia nuk ka probleme. Ka një vit atje që bën. Nuk bëhet ky krahasim. Po prit para dëgjoj një sekondë. Po nga e mat, pra më thuaj nga e pa. Ja këtë ta them pra. Nga e mat, nga GDP-ja. Po jo nga forca ushtarake. Apo nga potencialiteti i prodhimit të krizave. Dëgjoj. Sepse në rast se është për potencialitetin e prodhimit të krizave, Kosova apo konflikti shqiptar ose serb në Ballkan ka potencialitetin të krijojë edhe një konflikt botëror. Turqia s'ka probleme të brendshme, problematika që ka Turqia e ka të kontrolluara, është partner ushtarak.
Po Serbia pra është e lidhur me këtë konflikt. Po prap, Hungaria ka. Nuk e ka këtë. Po si s'ka, potencialitet po është i krize. vetmi shteti Komitetit Evropian i cili domethënë nuk i ka bërë sanksione Rusisë, mo çfarë mohabeti? Pra është minore, nuk ka. Nuk është minore. Është minore se konflikti Serbi. Unë doja dilja diku tjetër. Serbi-Kosovë, diskutohet, është më minore. Unë po merresha me thelbin e zgjedhjeve dhe kur përmenda këto shtete, e kisha fjalën më së shumti tek fakti që këto shtete mund të kenë bërë në të shkuarën e afërt vjet par vjet zgjedhje shumë herë më të këqija se tonat. Po. Për logjikën time. Po unë nuk pash në reagim brutal as të Brukselit e as të Washingtonit në raport me këto shtete. Po. Fare. Dhe kur nuk e shikoj tek këto shtete, Serbia po thua është ke një vit Serbia po që bën nga 100.000, 200.000 veta për protesta, më kupton drejt tani. Nuk doli Trumpi dhe të thotë Vučić është duke vrarë popullin e tij apo studentët. Se po ta thoshte një gjë të tillë, Donald Trump Jr. ishte se po ta thoshte një gjë të tillë, atëherë shumë ta kuptoja. Po për Erdoganin, që ai e futi në burg Imamoglun, dhe ai thoshte prap, po liderin e opozitës Erdogani e futi në burg apo jo? Po nuk po diskutoj, po përzihen disa gjëra bashkë. Nuk po përzihen, unë po them, disa gjëra bashkë. Po dëgjoj. Konjunkturën politike, zgjedhjet. Po pra, këtu duhet dal. Po mos i përzihen bashkë sepse i ngatrojmë për t'i kuptuar njerëzit. Unë po të them, dhe të kundërshtova tezën që sepse interesi amerikan në Ballkanin po bie ka rënë. Unë po them jo. Më dakord. Nuk ka luksin të bjerë, dhe sikur ta duan të bjerë. Nuk ka luks të bjerë. Unë ne po flisim për zgjedhjet. Po pra. Dhe për zgjedhjet unë po them që interesi amerikan për Ballkanin, atëherë shtohet dhe interesi për zgjedhjet. Dakor, më burr. Unë po them, në qoftë argumentet. Në për zgjedhjet po flas. Sepse po flisim për ato 2-3 statuse që kanë të lidhje me zgjedhjet. Po si e shpjegon atë? Po e shpjegoj kështu, po them. Nuk e zëmendje. Po ti e shpjegoj ti se ti ke qenë diplomat. Jo, unë po them kështu, që përderisa nuk e ka bërë për vende që janë më të rëndësishme se sa ne në raportin ndërkombëtar. Merr Serbin. Nuk ka shumë. Po Serbin, më afër. Po pra, Serbia, për mendimin tim mund të ketë bërë një palë zgjedhje vjet, shumë herë më të këqija se sa te Edi Rama. Ka pas rezolut parlamenti gjerman. Atëherë, që dhe unë them, kur Amerika, Washingtoni, nuk foli negativisht për ato që po ndodh në Beograd edhe sot edhe dje, imagjinoni që do flasin për opozitarizmin dhe për zgjedhjet. Serbia dhe Shqipëria e para njerë që Washingtoni të flasi për standardin demokratik në Serbi, është sigur të thush Washingtoni pse nuk flet për standardin demokratik në Kin. Unë nuk i them fare, u bëj analizë. Unë nuk flas fare ashtu. Unë thjesht po bëj një analizë. Po mirë pra ma dëgjoj analizën. Dakor, në rregull. Pra, pretendimi yt se fuqia amerikane apo efekti amerikan në zhvillimet demokratike të brendshme do jetë njësoj si në Serbi dhe në Shqipëri është jo bazuar. Jo, s'u mora me ato. Sepse unë mora me zgjedhje. Sepse është një zonë e cila ende diskutohet ai përket hemisferës filo-pro-ruse apo perëndimit. Për Serbinë e ke fjalë. Për Serbinë. Kurse Shqipëria është vend i NATO-s, Shqipëria është partner strategjik 100%. Atëherë do të pritshmëri. As duhet të kishte një tash njëri tjetrin se lëmë. Po më lëmë të them argumentin apo. Rregull, dhe një fjali po thosh. Edhe po thuje, po më lë të them mund të mijat. Okej. Po nuk do ishte kaq diplomatike qasja e. Po nuk është pa diplomatike. Po është mos si s'është. Po jo, pra jo. Okej, në rregull. Nuk është diplomatike qasja. Qasja është. Atë ka fituar Sali Berisha atë. Jo, sipas asaj. Po çfarë them pra? Unë banalizon tani. Po si ta banalizoj më burr? Banalizon. Unë po them e lexoj atë status dhe shikoj që as Ramës nuk i ka dhënë drejt, as Berishës. Tani ma tregon se çfarë është, burr, se kuptoj. Po këtu vetëm ishe apo dëgjova më shatash? Po dëgjova më. Do të gjën e parë që bëri uli çdo iluzion të opozitës se mund të njohë zgjedhjet. E dyta që bëri dha shenjë qeverisë që vjen se ka probleme. Dhe plus asaj, me statusin e atij që minimi zgjedhjeve përcakton partnerin transatlantik është kërcënim në rast se ndodh. E dyta, ambasadori BE-s publikisht në Tiranë ka thënë se parimi i barazisë është cënuar. Kjo ka qenë konstatim dhe raportit së BE-Odirit para praku, dhe në rast se raporti së BE-Odirit shkon përfundimtari, do ta dëgjosh dhe zërin e këtyre evropianëve gjithandorën se si ndryshon, sepse ai është institucioni mandatues për certifikimin e zgjedhjeve. Dhe kjo ri shumë mirë në vëmendjen amerikane, pastaj se çfarë bëhet me standardin demokratik në një vend partner si Shqipëria. Nuk mund të kërkojnë amerikanët standard demokratik në Kin. Dhe Serbia gjys për gjys është.
Se çfarë thon amerikanët për opinionin publik në Serbi, nuk është se ka ndonjë super pesh. Kurse për një opinion publik si në vende si Shqipëria, ku përcakton 99%, 98% të elektoratit, ka shumë pesh fjala. Dhe prandaj po them, në kontekstin shqiptar, ato dy mesazhet të ambasadës ta them unë, pranuan zgjedhjet. Okej. Pranuan zgjedhjet. E pranuan zgjedhjet. Do them diçka tjetër çfarë i thanë opozitës dhe ne. Nga të parë na thanë, shikoni, atë nga Moçali, nga Nga Këneta,